Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavat të pejgamberit tonë të dashur, dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbar atyre që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Me lenin Allah dhe gjatë do të mundohemi në këto minuta të shkurta të afrojmë një rezume të çështjeve më të rëndësishme të agjerimit. Edhe pse këto kapituj, çështja tema e agjerimit është kapitulli i madh, domethënë nuk mund të përmbledhen ato në një ligjërat as në një mbrëmje bile, po spaku me dhënë një farë përkujtimi, me bën një përsëritje rreth asaj që ka qenë një prej adeteve të ulemave të hershëm të këtij dini. Çdo herë para ibadeteve të mëdha, ata e kanë pas adet. Domethënë ulemat e mëdhaj i janë kthyer edhe një herë librave, kanë lexuar meselet e agjerimit para Ramazanit. I kanë lexuar meselet e haxhit para haxhit. I kanë lexuar meselet e dënë ibadeti tjetër para se me u kyç në atë ibadet. Dhe kjo tregon për domethënë për kujdesin e madh të tyre për me bëj ibadetin në formën sa më të mirë. Zatën atë që e tha hoxha vetë më herët, edhe pjesa plotësuese ime i ndihmon kësaj pike shumë që me ardhet e ajo gradë që Allahu dhujal kur na urdhon me bëj ibadetet, i bëjmë në formën më të mirë dhe më të bukur. Kur na përmend Allahu dhujal për shemb në ajetin kuranor surën Bekare, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën për të sprovuar ju se kush është në vepër mirë, më vepër mirë thonë ulemat është ai i cili bën vepra të mira me sinqeritet dhe më të çelluara. Domthonë njëkohësisht Allahu dhujal na obligon që veprat t'i bëjmë me anën e brendshme që është niyeti, dashuria e Allahut. Domthonë kërkimi i mëshirës së Zotit për shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, atë pjesa e brendshme që është shpirtërore e ibadetit, po edhe pjesa e jashtme. Plotësimi i ibadeteve deri mos më ardë deri te prishja e tyre. Thot Allahu dhu xhelal: Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu rasula wa la tubtilu a'malakum. O ju të cilët keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit të Allahut, edhe mos i prishni ibadetet e juaja, mos i prishni veprat e juaja. Pra, karshi Allahu dhu xhelal kemi përgjithësi. Një, kryerjen e ibadeteve dhe dyta, mbrojtjen e ibadeteve. Dhe mos marrë deri te asgjësimi i tyre, Allah na ruajt. Do thonë shumica e muslimanëve, pjesa dërmuese në flasim në rrafshin e gjerë të masa e gjerë e muslimanëve, më shumë e kanë dertën e parë me kryen një ibadet. Po sa ai ibadet a do të jetë i pranuar, a është i qelluar, a është i plotësuar, apo jo, nuk e kanë atë për kujdesin. Dosa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëron se namazi njeriu ndoshta e fal, por nuk i shkruhet nga namazi i tij vetëm se një 10, një 9, një 8 kështu më radh. E për avdesin kështu ka thënë për atë i cili plotson avdesin se arrin shpërblimet, njëjtë edhe për agjërimin. Për atë edhe kanë ardhur hadithet që e cenojnë agjërimin deri në asgjësim të plot ose mangësojnë nga shpërblimi i agjërimit. Edhe pse çështjet e fikut do të më pas parasysh, janë çështje pak më të thata. Nuk kanë shumë emocion të. Thjesht janë rregulla. Rregulla i parë kështu pik, flet. Çështja e dytë do të më pas parasysh çdo në çështjet e fikut kemi mendime të ndryshme. Është normal brenda fesë Allahu dhu xhelal që dietarët e mëdhëbeve dhe dietarët e ndryshëm jashtë mëdhëbeve kur i kanë pas parasysh ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush për ty kanë nxjerr një rregull apo kanë nxjerr një dispozit, kanë nxjerr diçka të ndryshme nga dikush tjetër. Na do të mundohemi me dhënë atë që jemi bindur që është më e sakta për mendimeve. Duke pas parasysh një, me sjell më tepër mesele çështje të cilat ka ixhman to, konsensus. Mbas konsensusi më nuk ka diskutim. Thonë është pikë edhe në vi e trash një pikë e kuqe që nuk te kalon. E dyta, me i pru mesele të cilat ka pajtueshmëri të shumicës dietarëve. Dhe kjo të jep ti një lehtësim se është çështje çka shumica dërmuese janë pajtuar edhe kësaj, mbetet një mos pajtim, mbetet një divergjencë e vogël ku aty këtu mund të ketë një diskutim rreth ndonjë argumente edhe, por është çështje pak më e thjeshtë. Edhe disa mesele që për një me ka divergjencë dhe ka khilaf mes tyre. Temën do ta ndaj në pika të shkurta, se më kanë sa më i qartë. Një, sikur që është paralajmëruar në lajmërim,
dhe më thonë flitet për kefaretet. Edhe dhe më thonë kush janë të arsyetuar dhe për shpagimet e agjerimit. Mas pare po ndalme të çështja e kefareteve, që thonë çështja e shpagimeve. Në temën e agjerimit, ka raste për një shkelje njeriu të detyrohet edhe me kompenzim, edhe me shpagim të agjerimit. Rasti i dytë është kur njeriu detyrohet me bë kompenzim vetëm të agjerimit pa shpagim, dhe rasti i tretë kur njeriu detyrohet vetëm me dhënë ushqim për ditët që nuk ka agjeruar, ndërsa nuk ka kompenzim për ta. Do thonë në kategoritë të cilat janë liruar nga agjerimi. Te grupi i parë, njerëzit të cilët detyrohen edhe me agjeru ditën që për cilën ditë ka bërë dëni gabim, dëni shkelje, po njëkohësisht detyrohet edhe me bë kompenzim, edhe me bë shpagim. Kefaret është kur njeriu obligohet për një shkelje me dhanë, me liru një rob, ose me agjeru 2 muaj pa ndërprer, ose me ushqy 60 të varfër. Kjo është kefareti në kuptimin fetar. Njënë për këtyre përgjithë, dhe bazë e kësaj, e dim është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, për atë i cili kishte bërë gabim gjatë ditës së Ramazanit në kontaktet intime me bashkëshorten e tij. Hadithi në Buhari dhe Muslim, është hadithi sakt. Thonë dietarët, dhe këto po e sjellmë si konkludim. Do thonë çdo herë ta keni parasysh meselet që do t'i përmendin, ndoshta në emisione të tjera, ndoshta në derse të tjera, ndoshta duke pyetur xhallar tjetër, do të gjeni përgjigje pak më ndryshe. Është normale në çështjet e fikut. Ose cili referohet burimit vet, argumenteve, do thonë medhhebit të cilit ndoshta i përmbajë kështu më radh. Na po mundohem me dhënë një pasqyrë rreth asaj që përmban më shumë argumente sipas pikpamjes son. Ndodh që e vetmja shkelje për cilën obligohet njeriu edhe me kompenzu, edhe me bë shpagim, është çështja kur njeriu bën gjatë ditës së agjerimit kontakt intim me bashkëshorten e tij. Kjo një. Kanë biseduar ulema dhe kanë thonë se e njëjta mund të vleje edhe për atë i cili e prish agjerimin qëllimshëm. Për ta bë këto një ndëshkim për ta më të rrept se shkelja e tij është shkelje e madhe. Po unë personalisht i takoj bindjes së atyre të cilët thonë nuk ka kefarat përveç se këtij grupi të parë që është kontakti intim gjatë ditës së Ramazanit, për arsye se për tjerat, sikur që është përmend për shembull vjellja me qëllim. Ndërsa vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend hadithën e tij se kushdo që qëllimisht vjell e nxjerr ushqimin e tij nga goja, let kompenzon. Njëta vlen për atë i cili fut diçka në brendësinë e tij nga ajo që është ujë apo ushqim qëllimshëm, apo njëjtë mund të vjen çështja për atë i cili për shembull e prish agjerimin me ejakulim apo me gjëra të tjera, për këto themi se Allah di më së miri, po vlen vetëm kompenzim. Pra të çështja e parë ndalmi shkurtimisht. Për atë të cilën ka ixhma, çështja e kontaktit intim martesor. Dhe ka për qëllim kontakti i plot intim, marrëdhënia e plot intime, atëherë është, ndërsa ejakulimi dhe dalja e sekrecioneve jashtë kontaktit të plot martesor, ajo nuk është në këtë kategori të ndëshkimit. Pra ka dallime. Kontakti i plot martesor apo dalja e sekrecionit me dëshirë apo me epsh, apo dalja e sekrecionit me anë të mendime, apo dalja e sekrecionit me anë të gjumit gjatë ëndrrës, apo pa vetdijen e tij, pa dëshirën e tij. Tek të ndarjen janë me tjetër. Ç'e bën kjo? Kjo e bën se në fikun, në lemin e fikut, apo në thjesht në shariatin e Allahut dhu xhelal. Çështja e bindjeve është shumë domethënëse në përcaktimin e meseleve. Ono shikohet njeti i tij, shikohet qëllimi i tij dhe kanë bërë domethënë dallimin në çdo shkelje, a është e qëllimshme, a është me imponim, a është pa imponim, a është me harres,
duke e ditë a është me hares që nuk e ka ditë më herët, gabim, çfarë lloj gabimi, këto subhanallahu kanë pas parasysh. Dhe çdo send prej këtyre e ndryshon pastaj edhe hukmin që i bën. Gjykimi për prishjen e agjerimit apo mos prishjen e agjerimit kthehet në çështje individuale, nuk mund mu përkthyn në çështje grupore. Andaj është gabim, për gabime më të mëdha kur njeriu përgjigjen e tij e kërkon për këto mesele në rrjete sociale apo tash në ChatGPT apo në gjëra tjera, i cili pala tjetër nuk ta njeh gjendjen ty dhe nuk mund më të pyet ty më tepër rreth asaj që duhet më ditë për më ardhur te përfundimi deri te mesela përfundimtare. Por tham për këtë çështjen e parë, kontakti martesor është hadithi i saktë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është ajeti kuranor, është ixhmai ulemave. Ai person obligohet me renditje mi përcjell këto. 1. Lirimi i robërimit, 2. Agjerimi 2 muaj pa ndërprerje, 3. Nëse s'ka mundësi me bat me ushqy 60 të varfër, por këto të trija bin nëse njeriu nuk ka mundësi reale për t'i praktikuar ato, sikur që ka ardhur vetë në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ja kanë prunë një enë plot me hurma, ka thënë shko dhe ushqeje familjen tënde, por nuk është kjo e para që duhet praktikuar pa me i para pa ato të para. Secila për këtyre kthehet në seriozitetin e tij fetar, në sinqeritetin e tij me Allahun, në atë sa është i kujdesshëm që vepra e tij nesër më kon e pranuar dhe jo e asgjërsuar tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo sa ka të bëje me çështjen e prishjes së agjerimit dhe për cilën ka edhe shpagim, them kefarat. E përmendën se sa është lloji i kefarit, domethënë është me renditje. Bjen për shkak të pamundësisë. Nëse njeriu, Allah na ruaj, e përsërit një gabim, edhe ditëve tjera, domethënë nuk falet gabimi pse një gabim e ka bë më herët, po vetëm se i shtohet atij edhe një herë e njëjti shpagim. Më vjen se të parën herë ka me agjeru 2 muaj pa ndërprerje, i shton edhe 2 muaj. Tash a hen dita e parë e kazas apo e kompenzimit përsëri si obligim për të, mendimi më i saktë Allah e di më së miri është që hin. Domethënë ai person e agjeron 60 ditë jashtë Ramazanit duke e shtuar edhe ditën e vet që e ka prishur ditën. Sa 60 ditë janë të shpagimit, ndërsa dita e kompenzimit është dita e agjerimit që i bën 61 ditë. Nëse e ka përzgjedhur për shembull ti ushqej 60 të varfër, i ushqejnë 60 të varfër edhe atë ditë një ditë e kompenzon. Kjo nuk vlen për personin i cili gjatë ditës së Ramazanit, pra flasim gjatë periudhës kur njeriu është agjerueshëm prej imsakut deri deri në iftar. Në mbrëmje këto shkelje nuk vlen. Domethënë njeriu në mbrëmje e ka, thot ajeti kuranor, uhillet lakum lejlatus siyami rafathu ila nisaikum. Ju është bë juve halal natën e agjerimit. Domethënë nuk flitet kjo për, domethënë çdo potencohet çështja ditën kur është. Sidomos të çështja mos harrojmë te hadithi e Borerës për njeriu i cili ka bë gabime gjatë ditës së Ramazanit. Është mirë ky hadith të lexohet edhe për të ulemat kanë dhënë shumë shpjegime të saqë një prej shkrimeve është për 80 dobit e hadithit të cili personi i cili ka bërë shkelje gjatë ditës së Ramazanit është mirë të lexon. Domethënë ka dobi të hatashme, ka dobi shumë të mira që mund na gjenden dhe të kemi afër kurdoherë. Pra nuk vlen e njëjta si dispozit për personin i cili gjatë ditës së Ramazanit, kur është duke agjeruar, ka ejakulu. Qoftë edhe nëse është me epsh, qoftë edhe nëse është me anë të shikimit, qoftë edhe nëse është me anë të ngacmimit, qoftë edhe nëse ajo është me përderisa ky person ka bërë një vepër që e ka shkaktuar ejakulimin, ky person obligohet me kaza, që i bën obligohet me kompenzim vetëm. Jo me shpagimin që përmend më herët te personi që ka bë kontakt të plot intim. Përjashtohet, po kush përjashtohet? Përjashtohet personi i cili nuk e ka bë atë me anë të ngacmimit. Por vetvetiu, pa kurrë far vepre nga ana e tij. Pa kurrë far shkak nga ana e tij. Sepse ai është ngjajshëm me personin i cili ka qenë në gjumë. Si që gjumë në bloku, nuk e prish agjerimin edhe nëse ndodh brenda ditës agjerimit. Nuk e pengon. As njëtin nuk e pengon, as syfyrin nuk e pengon, as agjerimin. Flitet për sekrecionin e madh, ejakulimin.
në fejnë Allahu dhu xhelal janë të ndara jashtë qitjet e njeriut. Në thonë, është sekrecioni elmeni që del me vrull me anë të epshit dhe është një sekrecion tjetër që është elmedhi që i përngjan më shumë urinës. E dyta nuk e prish agjërimin fare. Sipas mendimit më saktë të ulemave, sipas mendimit të shumicës së dietarëve dhe 4 mëdhëbeve, nuk e prish për shkak se është më afër është urinës, sepse për këtë të dytën bile nuk obligohesh edhe për gusull. Ose përdesë për të parën obligohet njeriu edhe me u pastru, edhe guslin e ka për detyrë. Do thonë i ndajmë këto edhe shoshi si ndat. Përderisa njeriu e bën me qëllim apo opsion. Për atë thonë te kefaretet për shembull. Njeriu obligohet me kompenzim dhe me kafaret. Nëse ajo ka ndodh në ditën e agjërimit të Ramazanit, jo në ditët kur ka agjërim për shkak të kompenzimit, për shkak të zotimit, për shkak të ndonjë agjërim nafile. Do thonë për agjërimet të tjera nuk ka kefaret. E dyta, thotë që të jetë e qëllimshme. Jo për ndonjë arsye. Për shembull, prishja e agjërimit për arsye të pranuar fetarisht nuk ka kefaret aty. Nëse është me vetë dëshirë, jo me imponim. Se nëse është me imponim, atëherë ka vetëm kompenzim dhe jo kefaret. Edhe e fundit tjetë i vetdije, me vetdije që gjërën të cilën po e vepron, e din se e prish agjërimin. Edhe nëse nuk e di se ka kefaret për ta, obligohet me kefaret. Obligohet me dëm shpërblim, obligohet me shpagim. Për shembull, shpesh mund me ndodh dikush thotë, e kam ditë që e prish, ama nuk e kam ditë që do 2 muaj me agjëru. Se ke ditë, po tash kjo vlen, se do ta mësoj. Se personi i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai nuk e kishte ditë se çfarë kompenzimi duhet me bë për ditën që po erdhe e pranoi gabimin që kishte, i tha u shkatrova ja Rasulullah. Pastaj pejgamberi e informoi atë për kompenzimin apo për shpagimin që duhet me e bë. Mesela tjera për të cilat ka kompenzim vetëm pa shpagim. Përmendëm shpagimi ishte vetëm për personin e parë. Për të tjerat është vetëm kompenzim. Të tjerë të cilët mund ta bëjnë vetëm kompenzimin, por për të cilët edhe nuk ka fare gjë, sepse të parët që u përmendëm deri tash, personi i cili ka ejakuluar me vetë dëshirë, me epsh, e ka bërë me ngacmim, personi i cili qëllimisht e prish agjërimin. Ata janë njëkohësisht prishje, po dhe gjunahe. Janë për gjunahe të mëdha, për cilat kërkohet tobe dhe istighfar tek Allahu subhanahu wa taala, se është një farë sjellje dhe jo edukat e mirë me ibadetet e Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ata të cilët detyrohen me kompenzimin e ditëve që nuk kanë agjëruar, janë fillimisht persona të cilët përmend Allahu dhul xhelal, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, kush do që ka qenë i sëmur apo udhëtar, i kompenzon me ditë të tjera jashtë Ramazanit. Për aq ditë sa ka qenë udhëtar ose për aq ditë sa ka qenë i sëmur. Edhe për këtë ka hadithe të shumta dhe kjo është me ixhma, domethënë kemi ajetin kuranor, kanë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhma e konsenzusi ulemave që njerëzit, për shembull, udhëtari, i sëmuri, gruaja në ciklin e saj, gruaja gjatë lehonis, janë persona të cilët lirohen për agjërimit, por njëkohësisht ata i kompenzojnë ato ditë me agjërim tjetër. Edhe nëse ato ndodhen me vonesë, për shembull brenda vitit të agjërimit ka vënë, sepse Aisha radhiyallahu anha përmend thotë kam pas ditë të agjërimit Ramazan me agjëru, por nuk ka mund të agjëroj vetëm se në muajin Shaban. Dhe i ka agjëruar në muajin Shaban, nuk ka kurrë farë mëkati nëse i vonon edhe deri në ardhin e muajit Ramazanit tjetër. Por këto janë persona të cilët vetëm obligohen me kompenzimin e ditëve të cilat nuk i ka agjëruar më herët. Përmendet, për shembull, personi i cili han dhe pin gjatë ditës së agjërimit. Nëse ndodh me qëllim, e përmendëm më herët, mendimi më i saktë, Allahu e di më së miri, sepse ka prej tyre të cilët e obligojnë edhe kefaretin, po mendoj se mendimi më i saktë është që nuk ka kefaret, Allahu e di më së miri. Duke pas parasysh tauben dhe
Po njeri nësi han dhe pin gjatë agjerimit nga haresa, nuk është vetdia e tij se është agjerueshëm. Kjo është qëllimi i haresës. Apo. Ky person është i falur. Me vet fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushdo që han gjatë ditës kur është agjerueshëm, atë e ka ushqy dhe e ka dhënë me pi Allahu subhanahu wa taala. Pra është përjashtim. Të çështja e niyetit edhe qëllimit edhe gabimit. Ka njerë ky hadith mund më keq përdor. Për të se njerëzit bëjnë gabime, dhe thotë po është njësë si hadithi kur thotë pejgamberi alayhis salam se e ka ushqyer Allahu dhe i ka dhënë Allahu me pi. Ja, ka dalë pak. Ajo është momenti kur ka ndodhur ajo me pa vetdijen e plot. Dhe kjo mund më ndodh edhe atit të parit. Edhe pse është rast që ndoshta nuk mund paramendohet. Personi i cili fare nuk është vetdi se është në agjerim, ose personi që është thënë në ulemat i pa njohur për këtë hukm sepse frik e ka pranuar fen islame, ai nuk ka skefarat. Ka vetëm kaza. Ka raste për këtë. Por atë gabimet që bëhen gjatë ditës së agjerimit nuk hin këtë hadith. Me jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë atë këshillën e tij. Thot belliq fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Fotë ujin në hund mirë kur merr avdes përveç kur i agjerueshëm. E ka bën një përjashtim sepse mund me ardh momenti ku ti je agjerueshëm edhe din se depërtimi i ujit në fyt e prish agjerimin, e ngrej shumë ose bën madh pastrimin e gojës duke bë gargare edhe depërton ujit. Këto janë gabimet që pastaj duhet me kompenzu ditën e agjerimit. Gabim është ajo. Jo ne gabova, po nuk jo gabim, po me vetdije ka qenë. Marat është shumë problem këto ndodhin ndonjëherë gjatë marrjes së avdesit, është pe ibadeve më të shpeshta kur njeriu është gjatë ditës së agjerimit, dikush e vazhdon atë avdesin e mëhershëm, e tepron me ujë në hund, e tepron me ujë në gojë, sepse vjen ditë rrezik. Jo. Çdo herë duhet me pas parasysh për kujdesin, mos marr ditë e gabimit, që mos marr ditë e kompenzimit, mos marr ditë dhe prishja e atij ibadetit. Khata, gabim, varet i vetdijshëm, i pavetdijshëm. Nuk është si ai i cili nuk është fare në vetdim, se njëri i cili gjatë kalimit në kuzhinë, apo në shtëpi, apo në vendin e punës, ka marrë dhe ka pi një gotë ujë, po fare në momentin që ka pi ujë nuk ka kanë vetdije se është agjeruar. Kjo është diçka tjetër. Por gjithë kjo e din se depërtimi i ujit e prish agjerimin dhe fare nuk ka kujdese rreth asaj, atëherë vetëm se vjen dete prishja e agjerimit. Janë disa çështje për cilat ka khilaf ose ka divergjencë mesin e muslimanëve, po mesin e dietarëve. Rreth se a e prish nuk e prish agjerimin. Për shembull, njeriu i cili ka nevojë me bë pastrimin e veshëve, apo themi dializë. Kjo mesele është e ngjashme me meselën e hijamës. Por atë ai i cili ka një pikpamje të çështja e hijamës, e ka pikpamjen e njëjtë edhe tek dializa, edhe tek çështjet e ngjashme rreth dializës. Pse? Hijame për këtë mesele kanë ardhur hadithe që mund të kuptohen për atyre, domethënë dy haditheve kundërshtim njëra me tjetrën. E para është thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aftar al-hajim wal-mahjum. E kanë prish agjerimin edhe personi i cili e bën hijamën edhe atij të cilit i bëhet hijamja. Ndërsa Ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon dhe thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë hijamën kur ka qenë në hax, në ihram, edhe ka bë hijamën edhe kur ka qenë agjerueshëm. Të dyja janë hadithe të sakta tek shumica e dietarëve. Atëherë disa prej ulemave kanë shkuar në atë që një prej haditheve detyrimisht është i deroguar për hadithe tjetër. Unë do ta sjelli konkludimin mbas asaj që jam bindur që është më e saktë, Allahu dhe më së miri, tek shumica e ulemave, përmendet me dhëbet Hanefi, Shafi dhe Maliki, e marrin hadithin e Ibn Abbasit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë hijame edhe kur ka qenë në agjerueshëm. Dhe është përmend nga shumë prej sahabëve se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që agjerimi nafile
agjerimit të mos jetë, do të thonë, i lidhur me agjerimin e ditës së nesërme, pa iftar, dhe kanë ndalu nga hijamja, por walam yuharrimhuma, nuk i ka bë haram ato. Kjo është pak si një prej pikave që Bajegi mirë e nënvizon këtë çështje se nuk ka ardhur deri çështja e ndalisës së prerë. Ndërsa Imam Shafiu e përmend thotë, nuk mbaj mend asnjë prej sahabëve, e as tabiinëve, e as prej ametul ulema, shumicës ulemave që i ka mri ai, se dikush e ka konsideruar se hijama e prish agjerimin. Atëherë Allah e di më së miri, mendoj se mesela më afër dhe saktës se nuk e prish, por mendimi tjetër thonë se hijamja e prish agjerimin dhe kjo është një prej meseleve të cilët veçohet mëdhëbi Hambeli. Dhe ulemat e mëvonshëm, ulemat bashkëkohore e kanë këtë mendim që e prish për shkak arsye se e dobëson shumë personi të cilit i bëhet hijamja, saqë mund me ardhur deri tek prishja e agjerimin. Dhe që kjo mesele, para se me ditë se a është e para e saktë, a është e dyta e saktë, është një çështje nga ana e tërbijes që duhet ta kemi parasysh. Pra, çdo herë mund t'i kthehemi çështjet, cila është më e sakta. Cila është çështje për cilën s'ka fare divergjencë. S'ka fare divergjencë se njeriu i cili s'bën hijame, agjerimin e ka të plot. A ka mundësi hijamja të vonohet deri pas iftarit? Sidomos për në kohën e sodit, kur hijamja më shumë është çështje e preferuar sesa diçka e detyruar. S'po flasim për një kohë kur ka qenë edhe një prej metodave të shërimit. Për kur vjen tek smundet është tjetër mesele. Pse nuk kthehemi tek ajo? Mirë. Detet ajo çështja në siklet, se ndoshta agjerimi im është i pranuar, por nuk është. Pse nuk kthehemi tek, dhe kjo vlen tek shumë prej meseleve. Me lip thonë ulemat, ajo që është ahwat, më e sigurt. Më e sigurt ana qenë ka që s'po rrezikoj. A mund me prit hijamja? Pret hijamja. A mund me prit nxjerrja e dhamit? Pret valla. A mund me prit kjo? A mund me çdo herë, çdo mesele. Do thonë, nuk duhet më njëri çështjen e agjerimit me konsideru ç'është thjesht, domethënë ç'është lehtë për të ardhur te prishja, sepse fare nuk kanë konsideruar edhe për një çeft të vogël vjen te jo. Pa me hitë xilafi, domethënë. Edhe në çështjet e fesë, në çështjet e edhe dinin përgjithësi mes muslimanëve. Mirë, hajde ta shohim. Mas pari po bëjmë diçka që unë me ty nuk kemi fare pikë ndarje mes neve. Ajo është pika që na bashkon këtë. Piça aty ja nisim. Po kthehemi tek ajo që s'ka divergjencë. S'ka divergjencë se nëse se bën hijamën gjatë ditës së mëngjesit, s'prishet çertimi. U kri. Pas ka mundsi kjo të vonon. Para se më ardhte, edhe pse thamë ajo e para, më mbas kësaj, pas ai i cili ka thënë se Tjaliza e prish agjerimin apo nuk e prish, e ka marrë argument çështjen e hijamës. Njëjtë vlen edhe tek, për shembull, marrja e gjakut me sasi të madhe, që i përngjan pastaj edhe Tjalizës, i përngjan edhe hijamës, por jo edhe marrja e gjakut për analiza, sikur që marrët mirët, domethënë gjaku me sasi të vogla, që bëhen vetëm se analiza rreth saj. Ka çështja që të takon me diskutu për çështjen më shumë ka në gjinie femrore tek gruaja e cila është shtatzan apo gruaja që është gjithënse. Kjo mesele është mesele xhilafie, ka divergjencë mes ulemave, por arsye se secila prej tyre në momentin që është shtatzan apo në momentin që është gjithënse, nëse ja mundson shëndeti, nuk është fare diskutabile që ajo do të agjeroje. Por vjen pikpyetja kur për shkak konsultave me mjekun e besueshëm, për shkak të gjendjes që e verrën tek ajo që gjendja e rëndë e agjerimit, atëherë mund të vjen deri te mos agjerimi për shkak të gjendjes së saj.
Atëherë për këtë kanë thonë ulemat që nëse gruaja nuk agjeron kur është shtatzan, apo kur është me fëmijë, është gjithënse, për shkak se frigohet për veten dhe shëndetin e saj, kjo vetëm ka me kompenzu ditët të cilat nuk i ka agjeruar. Nëse e bën atë gjë, nuk ja ka agjeruar ato ditë, për shkak se friget për evladin, atëherë kjo do të kompenzoj ditët që nuk i ka agjeruar dhe njëkohësisht do të bëj pagesën e ushqimit për ato ditë. Kjo mendoj, Allah di më së miri që është më e saktë. Ndërsa personat të se lirohen plotësisht prej agjerimit dhe nuk kanë kompenzim, por vetëm pagesë të ushqimit, është plaku i shtyrë në moshë, për shkak se nuk ja mundson shëndeti atina, ai nuk agjeron sot, po nuk mund të agjeroj as mas një muaji, as mas një viti, se mosha e shtyrë e bën veten dhe ngjajshëm me të personi i sëmur i cili ka sëmundje kronike, që sëmundja e tij nuk është shëruese, Allah na ruaj prej këtyre sëmundjeve, dhe nuk shpresohet që ai të shërohet. Ai mund të jetë edhe i ri në moshë, por ky person nuk agjeron për vetëm ato ditë i paguan me ushqim për çdo ditë që nuk ka agjeruar, duke pas parasysh persona të tillë, plaku, edhe i sëmuri, pagesën e ushqimit për ditët që nuk kanë agjeruar, nuk e përfshin edhe sadakatul fitrin. Sadakatul fitri shtohet plus ditëve që nuk i ka agjeruar. Për shembull, nëse ky person 30 ditë, apo është agjerimi 29 ditë, pezam 30. 30 ditë nuk i ka agjeruar. Atëherë sa ushqime do të më dhanë ky person? I jep 31 ushqim. Kur i jep ato? Brenda muajit Ramazanit, ajo ke pyetja më duket më herët. Por arsye se para Ramazanit nuk ka ardhur ende obligueshmëria për ta dhënë apo për ta nxjerr atë pasuri apo atë ushqim, domethënë fukarave edhe personave të cilët ju takon ajo. Janë një grup i veprave të cilat nuk e prishin fare agjerimin, po e përmendim shkurtimisht, pa u ndalë fare në argumente dhe në detaje. Nëse personi i vjen e vjellura vetvetiu, e mund e vjellura dhe vjet, kjo nuk e prish fare agjerimin. Pluhuri i rrugës, pluhuri i ushqimeve, se nuk e prish agjerimin, nëse është pa dëshirën e tij, siç u thashëm më herët, domethënë shumë vjen theks, a është me vetdije, a është me vetdëshirë, a është me imponim apo kështu me radhë. Nëse han ushqim deri në momentin kur thret ezani i sabahut, i imsakut, zërë du me pas parasysh ka një dallim. Edhe pse te na nuk është praktik. Tek na nuk thret ezan për përfundimin e imsakut, por thritet ezani vetëm ezani i sabahut. Ata musliman te na, të cilët e presin me përfundu syfyrin, derisa thret ezanin mund që të mbesin pa agjerim. Përse se nuk e din as aj sigurt, se ndoshta ezani është thirr 5 minuta ose 10 minuta masi që ka përfundu vetëm imsaku. Se edhe në botën arabe, aty ku praktikohet ezani i imsakut, mes ezanit të imsakut edhe ezanit të namazit sabat ka një diferencë kohore. Edhe këto e kanë përmendur të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sa me lezu 50 ajete. Ma thonë thjesht ka njerë do të më mas parasysh po 5 minuta çka do të shërbejnë për 2 gota më shumë ujë, 2 kafshata goje. Nëse është ishte kam praktika që një personi është duke ngranë ose është duke pi dhe në atë moment thret ezani ku duhet me ndërprej agjerimin e përfundon kafshatën e tij dhe përfundon pijen e tij. Kjo ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke mos e përsërit ngranë edhe ushqimin, mos më marr, domethënë kafshata tjera. Nuk e prish agjerimin me ixhma, me gëlltit njeriu pështymën e tij. Nuk e prish agjerimin me ixhma, sikur se thash më herët, gjunubllku, kur është në gjumë. Nuk e prish agjerimin gjithashtu, që thash gjunubllku që bëhet pa vetdijen e tij ose pa nga gacmimet e tij. Nuk e prish agjerimin dalja e gjakut të vogël me ixhma, nuk e prish agjerimin gjumi. Kjo është një mesele që i gëzon shumë
gjumafshat, është e vërtetë se nuk e prish, si mesele është e tillë, po nuk i takon një besimtari me kalu këtë ditën e agjerimit në gjumë. Ajo është se du të më mbush njeriu me mistikfar, varet tash. Ka persona të cilët janë të angazhuar, kanë punë, dikush punon në spital, dikush punon diku tjetër, Allah nuk e dim. Është i detyruar ndoshta me bëj gjumë gjatë ditës, inshallah Allah ja kompenzon ato me shpërblim për shkak angazhimit që ka, por nëse është kështu vetëm me kalu kohën kot, natën loja e ditën gjumë mbetet, domethënë agjerimi i tij ndoshta me shumë pak sevape. Nuk e prish agjerimin, domethënë përdorimi i disa ilaçeve, sikur që është për shembull atyre bombolave për astmën që e kanë, për shkak se është një materie e vogël që nuk shkakton kurrë farë dëm agjerimit. Ngjajshëm këto e kanë diskutuar më sikur se njeriu i cili merr abdes. Na adhurojmë Allahun dhu xhelal, edhe në gjatë ditës kur jemi agjerueshëm, marrim abdes apo. Kemi hasur te disa muslimanë, të cilët për shkak se nuk kanë dije, kur marrin abdes gjatë ditës kur janë agjerueshëm, gati se dojnë me nxjerr zort për goje. Pse ka vezvesën se unë tash e laga gojën time dhe mund ta prish agjerimin. Ja. Nëse del pjesa e madhe e ujit dhe e ke pështy jashtë, e ke nxjerr, domethënë për të paktën nuk prishet agjerimi. E ka falë Allahu dhu xhelal. Domethënë njëjta ndodh edhe për pjesët e vogla që nuk vërejnë të ushqimit që ndoshta ka mbet brenda dhomëve, edhe ti nesër gjatë agjerimit e ke vërejt se pas kanë ndoshta e ke gëldit në një. Është. Janë grimca të vogla, janë çështje shumë të vogla që nuk vijnë deri te vetdia e njeriu se ka ndodhur gjë aty, kështu që edhe te avdesa nuk do të marr deri te kjo vezvese. Jo kjo në përgjithësi, ose çështja se çka e prish dhe çka nuk e prish, domethënë janë mesele, domethënë bagi të shpërndara, janë çështje injeksioneve, a janë ushqyese apo nuk janë ushqyese, ato që janë ushqyese e prishin agjerimin, ato që nuk janë ushqyese nuk e prishin agjerimin. Ka shumë mesele, tash me bë më në detaje do të më përmend edhe një 50 çështje tjera, se cilët ndoshta i ka interesuar njësi se jemi para Ramazanit. Ende edhe 6 ditë apo jesin, edhe më pak. Shumë problem është kur e vërejm njeriu vjen dhe thot, ose rasti i vetë sahabijut, dhe erdhe dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah helekt, jam shkatrum. Po sikur të kishte pyet para se ta bënte gabimin. Shpesh na ndodh kjo që vjen thot dikush hoxha e bëna këtë gabim. A ka pas mundësi me vetë para se me bëj gabim? Po, bile sidomos sot ku nuk ka nevojë të as të udhëtosh, as kilometra, as me marr taksi, as me marr autobus, as, ma thjesht një telefonat me 35 sekonda ta e përgjigjen edhe përfundon çështja a prishet apo nuk prishet agjerimi. Po e kujtoj një prej fjalëve të Ibn Uthayminit rahimahullah. Do thon ai flet për një ditë kur nuk e agjeron njeriu me arsye. Thot nuk e zëvendëson shpërblimin asaj ditë sikur se ma xhura tan vitin. Që të vëdije do të më pas. Edhe ai njeriu i cili mund të marrë deri te gabim të agjerimit. Mi parapri atij gabimit me një pyetje, me një konsult, me një këshill, ndoshta edhe me një vëllai të tij, edhe pse alhamdulillah në vendet tona nuk ka mungesë të xhallave dhe të dietarëve, po sidomos edhe mund të pyete edhe dikon për vllazimit që e din se këtë çështje e ka shumë afër dhe e ka dëgjuar apo e din ato. Allahu e di më së miri, na falën se kemi zgjat. Walhamdulillahi rabbil alamin.